Alhamdulillahi Rabbil Alamin, salatu salamu ala men la nabiyya ba'da. Tema sotme, me lejnë Allahut Azza wa Jall, do tjetë rreth një çështje që ka të bëjë me librin e Allahut të lartësuar, me Kur'anin. Dhe shpikërisht mbledhja e Kur'anit, pra bashkimi, bërja bashk ajeteve, sureve të tij, në një vëllim, në një libër me dy kapak, me dy kopertina. Ne dim që në kohën e profetit alayhi salatu wassalam, Kur'ani nuk ka qenë i përmbledhur si një libër në një libër të vetëm. Në një libër të vetëm, ka qenë i përmbledhur në memorien e sahabëve, por jo i shkruar i tëri në një libër të vetëm, ku në të ishin të gjitha suret dhe ajetet e tij. Kjo për faktin se nuk ishte lindur akoma nevoja që të duhej muslimanëve ta përpilonin, ta shkruanin, ta mblidhnin Kur'anin në një libër me dy kapak. Tjetër arsye është sepse nëse do të kishin ndonjë paqartësi, aty e kishin profetin alayhi salatu wassalam. Por ka dhe arsye tjerë të cilat do të përmendet. Dhe mbledhja e Kur'anit ndodhi në dy etapa. E para në kohën e Ebu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu, dhe e dyta në kohën e Uthmanit radhiyallahu ta'ala anhu, por secila përmbledhje e Kuranit ishte specifik të veçantë. Pra ndryshonte arsyeja e përmbledhjes së të gjitha sureve dhe ajeteve të Kuranit në një libër në kohën e Ebu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu, dhe ndryshoi arsyeja në kohën e Uthmanit radhiyallahu ta'ala anhu. Dhe të dyja ishin për dobi të mëdha, dhe me të vërtet ummeti pati dobi të mëdha nga ato dy nisma të këtyre dy khalifeve të drejtë, Allahu ja shpërbleft me të mira. Thotë Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu se në kohën e profetit alayhi salatu wassalam e kanë përmbledhur Kur'anin të gjithin 4 nga sahabët, dhe ata ishin Ansar. Ansar quheshin sahabët e Medinës. U quajtën Ansar ndihmues për shkak të ndihmës dhe mitpritjes besës që i ofruan profetit alayhi salatu wassalam dhe muhaxhirëve nga Mekka. Dhe i përmend me emra Ubej bin Ka'b, Muadh bin Jabal, Zeid bin Thabit dhe Abu Zeid. Këto 4 thotë Enesi radhiyallahu ta'ala anhu. Por thon dietarët se qëllimi me numrin që përmend Enesi nuk është për kufizimi. Vetëm të këta sahab radhiyallahu ta'ala anhum, por ka pasur dhe sahab të tjerë që e kanë memorizuar të tërë Kur'anin. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam ndroi jetë, dhe Kur'ani akoma gjendej, pjesët suret e tij gjendeshin akoma të shpërndara në përderasa, lëkura apo materiale të ndryshme që përdoreshin në atë kohë për të regjistruar ndonjë tekst, për të shkruar në to ndonjë tekst. Pra, kjo si shtrim dhe jo si memorizim. Si memorizim gjendej tek jo pak sahab i tëri, por i hedhur në shtrim bëhet fjalë. E qartë? Dhe Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu është ai i cili mori nismën për ta përmbledhur tërë Kur'anin me ajetet dhe të gjitha suret e tij në një vëllim. Cila ishte arsyeja? Arsyeja është ajo që përmendet
nga Zeid bin Thabit radiallahu ta'ala anhu, thot, Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu më tregoi mua raportin e numrit të vrarëve të shumt në luftën e Yemames. Lufta e Yemames në vitin 11 të Hijretit kundra Musejleme el-Kedhabit. Musejleme është ai i cili pretendoi se ishte profet. Dhe në këtë luftë ishte një luftë e ashpër, e fortë, dhe në të humbën jetë shumë prej hafizëve të Kur'anit. Humbën jetë, ranë shahid, shumë prej hafizëve të Kur'anit. Dhe Umeri, thot Zeid bin Thabit, me Ebu Bekrin aty ishte dhe Umeri, dhe Ebu Bekri tha, i tregon Zeidit, Umeri më erdhi dhe më tha, vrasjet kanë qenë shumë në luftën e Yemames, midis recituesve të Kur'anit, e unë frikësohem se vrasjet do të përhapen edhe në vendet të tjera, për nga xhihadi që bëhet do të vdesin edhe memorizues, hafiza të tjerë të Kur'anit, dhe kam frikë se do të humbas bashkë me ta diçka nga Kur'ani, sepse ata ishin dëshmi apo ishin me anë të memorizimit të tyre dokumentonin pjesë nga Kur'ani. Prandaj tha, unë mendoj që duhet të urdhërosh mbledhjen e Kur'anit në një vend, në një vëllim, pra në një libër. Unë, thot Ebu Bekri, i thash Umerit, Ebu Bekri po ja tregon ngjarjen Zeidit. Pse? Do ta mësojmë në fund. Si mund të bëjmë diçka që nuk e bëri i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam? Umeri tha, kjo është me të vërtet më e mira. Pra kjo gjë që unë propozoj, tha Umeri, është e mirë. Dhe vazhdoi Umeri të më binte mua, thot Ebu Bekri, derisa Allahu ma zgjeroi zemrën për atë që t'ishte parë Umeri, pra që ta pranoja sugjerimin apo propozimin e Umerit. Dhe unë pa, dhe Zeidi tha, Ebu Bekri pasaj mu drejtua mua dhe më tha, ti e njeri i ri në mosh, pra, i arsyeshëm, dhe ne nuk të akuzojmë ty për diçka. Dhe ti shkruaje shpalljen për profetin sallallahu alaihi wasallam. Kur zbrisnin sura apo ajete kuranore, profeti alaihi salam kishte një grup sahabësh që i urdhëronte ta regjistronin atë sure apo ato ajete që zbrisnin. Me njëherë sa zbrisnin, i thërriste dhe i urdhëronte që ta regjistronin. Por të shpërndara pjesët, dikush ishte këto pjesë, dikush këto pjesë, pra akoma jo në një libër. Prandaj tha, i thotë Ebu Bekri Zeidit, kërko dhe grumbullo pjesët e Kur'anit të shkruara. Bëhet fjalë për ato që janë të shkruara. Thot Zeidi radiallahu ta'ala anhu, Zeid bin Thabit, betohem për Allahun, edhe si kur të më kërkonin të lëvizja një mal, nuk do të ishte më i rëndë se detyra që më urdhëruan për mbledhjen e Kur'anit, për mbledhjen e pjesëve kuranore. Dhe i thash, si mund të bëni diçka që nuk e bëri i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam? Ebu Bekri tha, me të vërtet kjo është gjë e mirë, pra ky propozim dhe është i mirë dhe duhet bërë. Dhe vazhdoi Ebu Bekri të më binte derisa Allahu ma zgjeroi zemrën për atë që t'ishte zgjeruar zemrën e Ebu Bekrit dhe Umerit. Unë, thot Zeidi, kërkova dhe mblodha Kur'anin nga tabela druri, nga lërkurat dhe nga kujtesa e njerëzve, derisa gjeta fundin e surës e Taube tek Ebu Khuzejme el Ansariu dhe nuk e gjeta tek askush tjetër përveç tij, ku thot Allahu subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, e deri në fund. Ne me të vërtet ka ardhur tek ju një i dërguar nga vetja juaj. Ka ardhur tek ju një i dërguar nga vetja juaj. Por cila ishte mënyra që ndoqi Zeid bin Thabit radiallahu ta'ala anhu për të pranuar
pjesët kuranore të shkruara, të shpërndara ndërmjet sahabëve, të shkruara në sende të ndryshme, diku në një pllak guri, diku në një tabel druri, diku në një lërkur, diku në një mjet tjetër që përdorin atë kohë. A vendosi kritere, kushte? Patjetër, për të qenë sa më i saktë, Zeid bin Thabit radiallahu ta'ala anhu vendosi kushte për të pranuar diçka të tillë. Kështu që ai vendosi si kushte, çdo kush që ka mësuar pjesë kuranore direkt nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Çdo kush që ka mësuar pjesë kuranore nga kush, nga ndonjë sahab, jo, por direkt nga profeti sallallahu alaihi wasallam, ta sjell, por të regjistruar në gjethe, dërrasa apo lëkura. Pra nuk mjafton vetëm ta ketë të memorizuar, por duhet ta faktojë dhe të shkruar. Sepse mendja është, edhe mund të harroj, mund të shtoj, mund të mandësoj, kupton? Por kur ajo që thua është edhe faktuar edhe në dokument, atëherë bëhet më e besueshme, më e sigurt për të qenë e saktë. Gjithashtu Zeid bin Thabit radiallahu ta'ala anhu regjistronte ato pjesë që ishin shkruajtur në prani të profetit sallallahu alaihi wasallam. Pra i pranonte të pjesë që personi kishte memorizuar, por memorizimi të ishte mbështetur në shkrim, por që ky shkrim të pranoj duhet kishte sikur të ishte shkruar në prani të profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe të ishin lexuar më pas profetit sallallahu alaihi wasallam. Shihni çfarë kriterësh strikte, se bëhet fjalë për librin, fjalën e Allahut subhanahu wa taala, kritere shumë korrekte dhe strikte. Të ishin lexuar më pas në prani të profetit sallallahu alaihi wasallam në vitin e vdekjes së tij. Ishte viti për mbyllës i zbritjes së Kur'anit, që zbritën edhe pjesët e fundit kuranore. Të ishte i fundit, në të fundit. Këto pjesë, ajete, sure, të ishin në përputhje me mënyrat me të cilat ka zbritur Kur'ani. Mënyrat ka për qëllim forma dhe dialektet, në të shkuptim, do sqarohet më vonë. Si pas renditjes së ajeteve dhe sureve që i mësuan muslimanët nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe gjithashtu një kriter tjetër që ishte Zeid bin Thabit, nuk pranonte asnjë pjesë nga askush që nuk sillte dy dëshmitar të dëshmonin për të. Kritere strikte, të forta, të sigurta. Dhe bëhet fjalë në kohën e sahabëve, radiallahu ta'ala anhum, njerëzit më të besueshëm, më besnik të ummetit. Dhe kjo gjë është nga projektet më të mëdha që realizoi halifja i parë i muslimanëve, shoku më i afërt i profetit alayhi salatu sallam, Abu Bekri radiallahu ta'ala anhu. Pas mbledhjes së Kur'anit për një periudhë gati një vjeçare, ju desh Zeid bin Thabit gati një vit për t'i mbledhur të gjitha suret, ajetet e Kur'anit. Këto regjistra qëndruan, pra si ishin në formë regjistrash, qëndruan tek Ebu Bekri derisa ai vdiq, radiallahu ta'ala anhu. Më pas, ato i ruajti Umeri, i mori halifja tjetër, Umeri, radiallahu ta'ala anhu, i cili para se të vdiste, i ala vajzës së tij Hafsës. Dhe jo halifes tjetër pasi Uthman ibn Affanit, radiallahu ta'ala anhu. Mund thot dikush, pse nuk ja la Uthmanit, si që bëri Ebu Bekri, ja la Umerit? Ai është halifi Uthmanit, duhet ja linë të Uthmanit. Nuk ka ditë shtartë të grabuar. Së pari Hafsa, radiallahu ta'ala anha, kishte përparësi ndaj Uthmanit, sepse ishte bashkëshortja e profetit, alayhi salatu wassalam. E kishte memorizuar të tërë Kur'anin,
dhe dinte shtrim e lexim. Pra ishte e kompletuar për të mbajtur kopje të tilla të Kur'anit. Tjetër arsye është se Umri radhiyallahu ta'ala anhu para se të vdiste nuk la dhe nuk sugjeroi askënd nga sahabët se kush duhet ishte halife pas tij. Kështu që ai nuk e di, por ja la sahabëve ta zgjidhnin vetë me konsultim ndërmjet tyre. Kështu që ai nuk kishte si t'jalin të Uthmanit, sepse Uthmani s'ishte caktuar akoma halife dhe as nuk e dinte Umri radhiyallahu ta'ala anhu se Uthmani do bësh halife. Prandaj ja la akoma vajzës së tij dhe bashortes së profetit alayhi salatu wasalam, Hafsës radhiyallahu ta'ala anha. Pra që ndodhi mbledhja e Kur'anit në kohën e Ebu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu. Pra cili është arsyeja që Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu realizoi këtë nismë, këtë projekt shumë të dobishëm? Frika se mos humbnin pjesë nga Kur'ani për shkak të vdekjes së një numri të madh të hafizëve në luftra. Një sugjerim që e propozoi Umeri dhe e realizoi Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu, i caktuar si mision sahabit të nderuar Zeid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.